Në ta flasim për çështje të tjera, do thot por që kanë të bëjnë me ushtrinë. Qeveria e Gjermanisë këtë javë ka marrë vendimin që të vazhdoj edhe për një vit praninë e ushtrisë gjermane në misionin paqëruesës të NATO-s në Kosovë, pra KFOR-i, duke mos ndryshuar numrin deri në 400 ushtarë gjerman që janë pjesë e misionit. Njoftimi nga Berlini thotë se vazhdimi i këtij mandati synon që Bundeswehri të jetë në gjendje të reagojë shpejt dhe me fleksibilitet në rast të përkeçimit të situatës së sigurisë. Në njoftim thuhet se misioni i KFOR-it është i përqendruar në stabilizimin politik të Republikës së Kosovës dhe në mbështetje ushtarake për ruajtjen e paqes. Gjermania vlerëson se stabiliteti në Kosovë nuk është i rëndësishëm vetëm për rajonin, por edhe për vetë Gjermaninë, NATO-n, Bashkimin Evropian dhe Evropën në tërësi. Për këtë çështje, por edhe për raportet gjermano-kosovare